Si edicioni 5, edicion jubilar, çfarë prezantuam? Kemi pasur shfaqje të produksioneve vendore, ka qenë Teatri Kumanovës, Teatri Shkuprit, Teatri Tetovës, Teatri i Gostivarit, edhe një shfaqje në gjuhën maqedone, e cila është përgatitur nga një produksion privat në Kërçov, kështu që ka pasur nga shfaqjet me zhandre të ndryshme, nga të gjitha, dram, ka patur komedi, kështu që nuk ka patur, vetëm kështu mos harrojmë, nuk ka patur, nuk kemi patur zhandrin e... Gjithsesi, mendoj hapësirë për gjithë. Mendoj çfarë do lloj parapëlqimi që ke, apo interesi... Tragjedi nuk ka patur, nuk kujtohesh të kash tragjedi. Tragjedi nuk kemi patur. Kemi bërë dhe njerëz edhe për të qeshur. Po, më shumë jemi koncentruar tek komedia dhe tek drama, kështu që kemi kaluar mirë edhe shfaqje për fëmijë. Teatri Kumanovës ishte një shfaqje për fëmijë, dhe kjo mbase ka qenë më interesantja, sepse kur është sallën mbushur me fëmijë, të cilët kënaqen mbi gjitha, është shumë e rëndësishme.